Mirëmbrëma dashur miq, ritakojmë sërish bashkë, sa shpejt në fakt, erdhën këto takimet tona që gjithmonë vijnë shpejt e shpejt, por par tjetër ne do të kemi mundësinë të sjellim artist, gjithmonë në petkun e showbizit, artist të vërtetë së skenës shqiptare, çdo kush që vjen dhe ulet në poltronin ton vjen për të treguar një rrugtim të suksesshëm. Dhe patjetër i tillë do të jetë edhe ky artist që ne kemi sot. E vërtet është kjo, dhe padyshim dhe pa diskutuar shumë gjatë, ne nuk mendojmë që ta kalojmë këtë ritualin e të ftuarve në podcast, hajt mos sa përsye faqe. Duam të jemi kualitativ dhe duam që të sjellim personazhe të cilët kanë çka i kanë dhënë në fakt artit shqiptar, skenës shqiptare dhe vin për të treguar një rrugtim të gjatë dhe të suksesshëm. Ai është një kantautor, është Gjergj Kaçinari miq, i rritur në një familje artistësh, e ka nisur muzikën që në moshën 4 vjeçare, duke mësuar pianon e më pas instrumenta të tjerë si kitarën, kitar bas dhe baterin. Sot këndon dhe është një ndër instrumentistët më të mirë. Ai ka përfunduar studimet e larta në Universitetin e Arteve në Tiranë në kompozim muzikor. Gjergji ka marrë pjesë në shumë festivale, Kënga Magjike, Festivali Radio Televizionit Publik Shqiptar, Festivalin e Radio Televizionit Kosovës, bashkëpunime me emrat më të suksesshëm të muzikës shqiptare dhe ne kemi nderin, kënaqësinë dhe privilegjin ta prezantojmë sot Gjergj Kaçinari. Mirëmbrëma. Faleminderit për të gjithë fjalët e bukura. Më së të merituara totalisht. Faleminderit shumë. Edhe urime për punën edhe emis podcastin. Faleminderit shumë. Ka nisur me këtë pyetjen tonë që kemi kështu rutinë, por që me domethënie si ka qenë periudha edhe viti që lan pas 2025-a. Sapo kemi shkelur 2026-ën. 2025-a ishte interesant, ishte le të themi luftarak tepër, kishte shumë sfida, kishte le të themi aventura interesante, profesionale, një jetë po ashtu, edhe ishte shumë produktiv, sidomos u përmbyll me një intensitet madhe dhe me një le të themi sukses në raport me ato po themi masat që kemi secili qarquojmë diçka të sukses me një projekt madh apo qofshin këto që u përmendën. Edhe si çdo vit tjetër presim tash që tjetri të jetë akoma më përpara se të vazhdosh ti Angjel me ato pyetjet tua, unë kam një pyetje time kështu direkt flash që më vjen, si është të jesh djali i një babi shumë të famshëm ndër vite edhe ndër dekada edhe vazhdon sa asaj dite të kenë një posturë dhe një emër të pavëndësueshëm në këtë në teatrin ose në këtë kompozimin e jashtëzakonshëm të artistëve shqiptar. Është një emër i pavëndësueshëm dhe i patjetër sushëm. Faleminderit. Si ndjen ti një herë ti je djali i këtij babi të famshëm dhe pastaj vetë ti si personazh në tregun muzikor? Po mirë, është sigurisht që është kënaqësi, është një lloj përgjegjësie sepse unë jam pothuajse në të njëjtën fushë dhe qasje, edhe pse kemi diferenca në gjërat që bëjmë, po prap jemi në të njëjtën, le të themi në të njëjtin pelg, edhe është edhe një lloj përgjegjësie madhe sepse kjo më ka detyruar që të matem shumë herë që i vogël për gjërat që bëj. Kështu që edhe ka qenë një farë po themi njerëzit kanë kriju pritshmëri akoma pa bëun asgjë, se më thënë, që ishin hajtë të shohim tash çfarë. Kështu që, po gjithsesi kjo ka qenë gjithmonë sfiduese për mirë, motivuese padyshim, edhe kaq. Tani ti vetë si personazh, ti vetë si djalë përpara babit tënd si ndihesh? A krenohesh ti kur të thonë është djali i Alfred Kaçinari dhe si e ndjen këtë petkun që ta veshin sipër? Padyshim që është kënaqësi edhe ne tash kemi vite që bashkëpunojmë në situata të ndryshme, qoftë në festival këtu, qoftë në festival në RTK, qoftë projekte individuale që mund të ketë njëri edhe bashkëpunojmë apo teatri, apo koncerte që kemi zhvillu, po themi jashtë festivaleve që mund të kenë qenë për artistë të ndryshëm, i fundit ishte me Eda Fina Zeqirit që patëm atje që ishin në të njëjtin stage dhe ishin në dynet, po, edhe ai ishte koncert shumë i bukur, shumë interesant, ne u kënaqëm padyshim. Se përgjithsisht në gjithë punën paraprake e bëjmë kohë më
parë se të hypim sken, edhe momenti që ne jemi në sken, le të themi ne thjesht kemi vetëm qevin, na ikën po themi ai sikleti dhe lodhja dhe po. Sepse fshihet jam I sigurt një punë shumë e madhe pas. Po. Edhe ka qenë një punë shumë e madhe, sigurisht iniciator dhe I gjithë ai që I dha formë ishte Florent Boshnjaku, shoku jon dhe kolegu jon prej vitesh. Dhe ishte një koncert shumë I bukur. Edhe kështu. Po si ishte bashkëpunimi me Dafina Zeqiri, një emër që le të themi emri më gjigant do I shuaja, më I përfolur patjetër, po se po. Më I evidentuar, më I dashur se si është të bashkëpunosh me Dafinën? Si fillim ne kemi pas një jo bashkëpunim, po Dafina ka qenë në festivalin e parë të RTS që u bë, erdhi si e ftuar, këndoi vetëm një këngë. Edhe le të themi aty kemi pas kontaktin e parë në sken si bashkëpunëtor. Më të mirët zgjedhin më të mirët. Është vërtet kjo? Jo Dafini. Jo më kot. Edhe ky bashkëpunim sigurisht që ishte shumë interesant, ishte shumë I qetë, ishte shumë miqësor, ishte shumë I bukur. Dafina njëri fantastik, që ti se ndjen në asnjë moment atë peshën ose presionin që është ky personi këtu. Mund të them që ishte personi I fundit që fliste. Po, edhe kemi kaluar shumë bukur. Edhe do të jetë një koncert që do të visë shpejt edhe në Tiranë, edhe do të ketë pasardhës si koncert, si projekt. Do kalojmë nga një emër I suksesshëm në një emër po kaq të suksesshëm dhe jemi duke folur miq për Adelina Ismailin, drejtor artistik këtu. Adelina Ismaili, mirë. Komplet me drejtimin artistik. Po, mirë. Kjo lidhja me Adelina Ismailin ka qenë që para se ne të ishim koshient që kishim një lidhje me Adelina Ismailin, sepse ka qenë një fenomen edhe një çudi e madhe kur Adelina shfaq në televizion në Shqipëri në ato vite, edhe unë mendoj kam qenë shumë I vogël. Po, patjetër. Edhe prapë mbaj mend impaktin, kështu që një bujë të jashtëzakonshme. Një bujë të frikshme. Po. Edhe bashkëpunimi me Adelinën ishte po themi, jo nga hiçi, sepse kur Adelina ishte në juri në festivalin e këngës këtu në Tiranë, unë pata, le të themi, shansin që t'i orkestroja një nga materialet e saj për ta këndu live, që ishte Zemrën nuk ta fal, kënga që ka marrë pjesë në RTS në 96, mos gaboj. 97, 96, 97, festivali 35 më duket, 36, nuk e kujtoj. 97 si vit. Aty është. Shumë eksplozive, si çdo performancë tjetër. Avangard, gjithmonë. Si gjithmonë. Edhe aty patëm, aty krijum, po themi, kontaktin e parë, real edhe profesional, edhe një ditë të bukur të tetorit apo shtatorit të vitit që lan pas, mora një telefonat nga Vali, I cili merret edhe me menaxherimin e Adelinës, që është bashkëshorti Adelinës, I cili më tha që po mendojmë bëjmë këtë koncertin, edhe isha kështu, yes. Edhe koncerti Adelinës po ashtu ishte një sukses shumë I madh, kemi bë, siç thash edhe për Dafinën, kemi bë shumë qef në sken, sepse gjithë puna hiqet më përpara, ne I bëjmë gjithë provat, gjithë gjërat, edhe kur dalim sken, s'kemi më asnjë merak se si do shkojë, thjesht e shijojmë. Edhe me Adelinën e kemi atë koncert këtu në një ambient komercial me 24 janar, po. 24 janar, po. Ku do të jetë? Tek Cavaliero, është një stage alternativ në një stil kabaret që dhe gjithashtu do të vi pak kohë më vonë, pak muaj më vonë, edhe në një sallë të madhe në formatin që u bë edhe në Prishtinë. Kështu. Okej. Kaq.
Urojmë suksese, patjetër ishte ekskluzive, besoj kjo, është ndarë, është treguar. Po, jo, sepse do të akoma po punohet, do të bëhet edhe një farë kështu. Po çfarë po, mendon që të marrësh këngëtar, të bësh kështu internshipe, të bësh bashkëpunime? Jo, do të më që pyeta pak përpara që Sakrenar është babi jot tani dhe shefi Sakrenar dihet ti tani, në rastin fjalë, për këtë atribute dhe për këtë arritje dhe të sukses që merr përsipër të bësh organizime të tilla. Po, është përgjegjësi shumë e madhe, është kënaqësi shumë e madhe. Dhe më shumë të mëdhenj. Padyshim. Padyshim. Dhe tani kush është, domethënë keni një personazh përveç Adelinës, e zbuluam Dafinën, Adelina. Po ja flasim pak edhe për turin, për shembull turin që je duke bërë me grupin tënd, po. Që është në Shqipëri, më pas patjetër në Kosovë. Jemi aktualisht jemi në Kosovë, domethënë un kam bërë një shkëputje këto 2 ditë të vija këtej sepse më duheshe. Kosovës edhe në Greqi. Po kemi data të pambyllura që se na nënçua akoma të Greqisë dhe të Maqedonisë të paktën. Kemi nisë në Kosovë, kemi performuar në Prizren, Ferizaj, në Prishtinë. Jemi prapë në Prishtinë ditën e mërkurë datë 21. Dhe më pas kemi për disa data në Shqipëri, në Pogrades, në Gjirokastër, në Tiranë, sigurisht. Shumë pastaj në gjatë. Po, me Rule është kemi mendu këtë tur dimëror, le të themi me dyert të mbyllura dhe në ambiente pak më të vogla, pak më intime, sepse e kemi nisë në fakt mbrapsh në kuptim në mirë, e kemi nisë me koncertet mëdhaja, me audiencat mëdhaja, edhe le të themi me distancë shumë të madhe me publikun, edhe në këto gige, në këto live apo koncerte të vogla, po marrim një tjetër energji, po kemi një tjetër interakcion me njerëzit, i kemi shumë afër, edhe kjo është një kënaqësi shumë. Po, jemi shumë afër me njerëzit, jemi kaq afër. Kështu që do I prek shumë, domethënë ndjet energjia, ndjet interaktiviteti. Tepër. Kështu që është një tur shumë i frytshëm nga gjithë, po themi, ndërtimi jon si grup, edhe kjo që çka po arrim me ndërtu me njerëzit, edhe po na pëlqen shumë. Një sukses do i shuaja edhe bashkëpunimin që ke pasur me këngëtaren Kamela Islamaj. I ke bërë këngë në fakt. Po, Kamela është një shoqe prej vitesh, kolege, se me këtë term bëjmë humor. Bashkëpunojmë prej vitesh jemi në Tirana Art Fest, që është një festival që zhvillohet nga Ministria e nuk është festival, është një proces, është le të themi një shkollë alternative që ne bëjmë një përzgjedhje nga të gjithë gjimnazet, Art Festi, nga bashkia, nga Ministria e Rinisë, mos gaboj, se unë jam shumë i keq me këto formalitetet, po, më falni. Edhe aty jemi prej 6 apo 7 vitesh që jemi mentor, domethënë për pjesën e këngës, nuk është se thjesht përzgjedhim, përzgjedhim, le të themi japim çdo lloj gjëje që mund t'i japim, jo vetëm profesionalisht, po ato janë në një moshë shumë delikate që duan një drejtimi i fundit që ne i japim është profesional. Domethënë mundohemi ti orientojmë sa më mirë në gjithë gjonat, përsa i përket gjithë qasjes ndaj pasioneve që kanë, shoqërisë, marrëdhënieve etj, dhe e fundit fare mund të jetë se si këndon apo sa zot bukur ke. Edhe ky është një bashkëpunim. Si është ideja të rinjve? Kanë këtë përfshirjen maksimale në për evente të tilla muzikore, më thonë, ndjen gati se dikur ka qenë një bum i jashtëzakonshëm, i frikshëm. Hapeshin dyert e etheve së premte, edhe të gjithë nuk dinin të këndonin, kishin apo nuk kishin prirje. Artistike ishin aty përpara mikrofonit. Vetëm ajo ka qenë, tashmë rrugët janë shumë, rrugët më të hapura. Po, ajo ka pas interes shumë të madh dhe ka pas filtra shumë të fortë, edhe ajo e ka bërë që të ishte ai lloj interesi vit pas viti, sepse
kurioziteti ikën me edicionin e parë të gjithçka e ikën kurioziteti, problemi është që standardi pastaj të ndihmon të rish kur ke konsistencë si në çdo lloj pune. Ato themelet e para të forta, fundamentet e forta për të mbajtur të mbajtur për të situr këngëtarët e sot. Po, edhe këngëtarët që gjithë sot janë në treg të gjithë nga i parit e i fundit, heqim në një tektuk mund mos ketë qenë të ethet. Po të rinjë sot, një sekondë, të rinjë sot, kanë atë fokus të rinjë sot, dëshira energjie që të vinë të insistojnë të dalin para kamerës, kanë kështu ndroje. Kanë, është si u mendoj si ndryshojnë. U mendoj që është si gjithmonë, që në 10 veta, në 10, 7 mund kenë prirje, 5 kanë pak më shumë, 4 kanë pak pasion më shumë dhe 3 apo 2 e kanë vërtet atë vullneti me çu gjë deri në fund. Është si gjithmonë, është si në çdo klasë, që janë 30 veta, 10 janë nxënës pak më të mirë, 3 janë ato që i kanë të gjitha këto elementet bashkë. Është pak a shumë e njëjta gjë në çdo grup mosh ose grup shoqëror, mendoj unë. Në Artfest ne shohim interes, shohim që ka të rinj që nuk rrin vetëm duke ëngër fara poshtë pallatit edhe ashtu shohim njerëz që prap mblidhen nëpër studio provash, marrin kitarat, marrin bateri, këndojnë, bëjnë, edhe ne kjo na knaq le të themi, sepse është motivacioni juaj në këtë rast, si juve i suportoni, ka një çmim ne i suportojmë, aty janë disa çmime që mu me thënë drejtën asnjëherë s'm kanë interesuar çfarë janë, se edhe në gjithë formimin apo le të themi karrierën time nuk më kanë interesuar njëherë pjesa e validimit nga një festival i caktuar, edhe kjo besoj që duhet ketë një rëndësi tek asnjëri. Sidomos tek ata që kemi hapat e para. Sidomos kur ato janë në start, domethënë, ke njerëz që mendojnë që nuk fitova këtu dhe ndërkohë ato s'kan filluar akoma, po nuk ja kanë idenë e kësaj. Ato mendojnë që ai ishte një cikël i mbaruar. Por ne sigurisht na motivon fakti që shumë këngëtar që ne jemi marrë gjatë këtyre viteve sot janë në skena. Një ndër to ishte edhe për shembull ka qenë edhe Arsi Bako që ka përmendjen, që fituesja e festivalit në RTK-s, që Arsi unë sigurisht e mbaj mend që ku diun sa ka qenë vit parë gjimnaz, 15 vjeç Sash Robin vit parë diçka e tillë. Arsin e kemi pasur këtu dhe ka folur me superlativa shumë të mëdha. Edhe me Arsin patëm një bashkëpunim le të themi shumë suksesshëm në RTK. Edhe janë shumë këngëtarë, se tani nuk po du t'i përmend gjithë sepse ndoshta do harroj shumë, por janë shumë këngëtarë që sot janë në skena, në për festivale, në për evente dhe gjëra të rëndësishme të muzikës që kanë qenë në Artfest, edhe ne kemi punuar paktën ato 3 vjeçarshin e gjimnazit, edhe na vjen shumë mirë kur i shohim sot që janë në për festivale, janë në për skena të mëdha. Në Radio Televizion e Kosovës ke qenë dhe drejtues bande dhe pianist gjithashtu. Po. Vëlla përmendim këtë fakt. Atje është viti i 3 që unë isha në këtë të është besuar. Pozitë që më është besu, është prap një bashkëpunim me shokun ton edhe kolegun ton Florent Boshnjaku, i cili është një tjetër kështu s'po di si ta them martir ndoshta që po mbahet me të gjithë thonjtë për të ruajtur standardin edhe kualitetin që ka kriju deri tani, qoftë me festivalin, qoftë me gjithë çka po bën andej. Pra jemi ndarë këtej, jemi ne që luftojmë me gjithë çka kemi le të themi për rreth. Është eksperiencë shumë e bukur dhe atje, edhe atje kemi një grup banda, orkestra, gjithë instrumentistët apo këngëtarët që me 90% jemi miq e kolegë prej vitesh. Edhe atje është një klim shumë e mirë, shumë e këndshme. Sa vlerësuar ndihesh që të besohet edhe festivali Radio Televizionit Shqiptar, po dhe i Kosovës gjithashtu. Të dyja vende. Jashtëzakonisht shumë. Satisfaksion kjo. Po, padyshim është një vlerësim, është kënaqësi shumë e madhe, është përgjegjësi shumë e madhe. Por që nga këto gjërat që përgatitesh, po themi gjithë jetën për t'i bërë, edhe
vjen ai momenti edhe thjesht fokusohesh te pjesa më bë mirë edhe më po. Më fal Angel, të lutem, se kam me pyetjet e mia. Në interesat e tua ke shprehur një nga ato ke thënë që ke ndonjë opinion kritik mbi muzikën shqiptare dhe ke deklaruar që dominon më së shumti një muzikë e keqe, një muzikë e lodhshme dhe jo e këndshme. Për çfarë konkretisht ty të bën që të ndash të opinion dhe të gjakosh të vesh në një farë telepati kemi pasur dhe duke njohur gjithë bagazhin tënd profesionale dhe këtë pjesën luftarake për të ruajtur nivelin dhe standardin, si gjikon pjesën komerciale, komercialitetin sot? Ja dhe drejt për drejt me çfarë shikon. Unë mendoj që tashti muzikë e keqe. Ku di unë është term pak abstrakt, e keq apo e mirë. Problemi është që edhe komercialja mund të jetë e bërë mirë. Jo domosdoshmërisht duhet bërë për një masdite. Edhe ne mendoj që shumë artistëve këtu, që të paktën unë edhe besoj një grup njerëzish e vërejnë shumë kollaj kur dëgjojnë një material, i mungon procesi për të bërë një këngë, procesi për të arritur aty, procesi për të shkruajtur një tekst, procesi për ta regjistruar mirë. Domethënë është një proces i tërë që krijon atë gjën ashtu siç është, atë këngën aq të bukur apo jo të aq bukur se punë tjetër i pëlqen njerëzve si pëlqen njerëzve. Këtu fokusi i vetëm është mendoj objektivi që se cili vendos vetes, dikush ka objektiv për me kap ca koncerte në verë, dikush ka objektiv me fitu pa tjetër festivalin e këngës, po themi. Edhe këto mendoj që e dëmtojnë produktin, e dëmtojnë artin, asnjë nga këngët që ne na pëlqen ndër, ku diun, shekullin e fundit që në bën botë, nuk edhe që vazhdon reziston sot nuk është bërë me një objektiv të tillë që do fitoj këtë ose do kap atë ose edhe kjo mendoj që ndjehet shumë në materialet që ne dëgjojmë që prodhohen aq shumë. Domethënë prodhohen më shumë këngë se sa, ku diun, sufllaqe. Jo. Diamond titull. Më shumë këngë se sufllaqe. Po edhe pse bëhet kjo, sepse ka një interes ekonomik në mes artisti në këtë moment, publiku e do këtë, e ushqim ne publikun me këtë gjë, pra artistët. Ja, publiku nuk mundet të definoj, po publiku merr atë që i ofrohet edhe nuk mund të shkosh para mbrapa publikut sepse publiku shkon me trendet ndrojnë çdo 3 javë, çdo 3 muaj, ku diun. Edhe kjo është një gjë pa sens mendoj, por mendoj që mediat janë ata që kanë bë këtë kasaphan, këtë tmerr në media fajtore. Për mua është 101%, domethënë, sepse media duhet japi të gjitha, duhet japi edhe këto që mus pëlqejnë ose mus më duken të mira, duhet japi të gjitha. Rolin e saj edukues. Por duhet të japi njerëzve shansin me i dëgju gjithçka për rreth. Nuk mundet të mos filtroj asgjë edhe të përzjedhi vetëm një linjë, edhe normalisht që njerëzit pastaj do bëhen kështu siç janë bërë, janë bërë gjithë të dhunshëm, janë bërë agresiv, fjalori është me 25 fjalë. Edhe nuk jepet shansi me dëgju çdo gjë, sepse nuk është se s'po bëhet muzikë fare, po bëjnë, ka njerëz që po bëjnë, që po prodhojnë, po s'po kanë shansin me u transmetu, po kanë shansin me u dëgju njëri në radio. Nuk kanë hapësirën e duhur mediatike. Sepse kanë zënë pikërisht këto fenomene. Ky komercializimi i këngëve. Po ka dhe një, se nuk më pëlqen me pa vetëm nga ky krah, ka dhe një gabim, ka dhe një faj shumë të madh edhe pjesa tjetër që nuk prodhon kurrë. Pra unë brenda një viti kalendarik kam nxjerr 2 albume me Rule, me grupin, ndërsa kemi këngëtarë të cilët e kanë atë luksin për me orientu publikun, të cilët në 20 vjet nuk kanë nxjerr një album. Apo në 10 vitet e fundit s'kan bë asnjë këngë. Edhe këtu është edhe faji i këtij grupi njerëzish që e kanë një far autoriteti ose një
kredit për ta orientuar. Nuk mendoj që stepen, nuk mendoj që përtojnë edhe niveli i menefregizmit edhe i përtesës është më i lartë se stepja, sepse bim rahat shumë kollaj, me këto giget e vogla gjona ti mund të marrësh lek të shpejta që aty dhe ti s'lodhesh fare me çu përtej. Edhe nuk e di. Mendoj që është e gjithanshme, nuk mendoj që është sigurisht për mua media është gjë e parë, po nga ana tjetër media qofse kërkon se çfarë të transmetoj, në 10 vitet e fundit nuk gjen dot 20 këngë të prodhume, po themi nga kjo pjesa tjetër. Nga kjo pjesa që mund të bëjnë diçka më pop, diçka më R&B, diçka më rock, diçka ç'n si ka. Edhe prandaj njerëzit taksifikohen nga këngët e komerciale dhe përfundojnë me fjalore degenerative dhe po. E vërtet. Banale. Mirë, të pyes pak Gjergj, do zgjedhim tani piano apo kitar, kë zgjedh? 2 dashuri këtu, po? Pak më shumë, domethënë kitarë, ne? E më njanon pak këtu. Po. Studio apo sken live? Sken, padyshim. Këngë në shqip apo në anglisht? Anglisht. Pse në anglisht? Pse në anglisht? Se ke një ndikim shumë të madh nga anglishtja dhe ke shkuar drejt anglishtes. Pse kjo zgjedhje? Sepse është rryma internacional apo nuk ka të bëjë? S'ka qenë kjo ka ardhur shumë më vonë edhe sigurisht që unë jam shumë i lumtur që audienca që ne kemi në YouTube kryesisht, se nga këto Spotify gjëra se kam iden fare dhe nuk kam asnjë nga këto në telefon. Po të paktën në YouTube që unë shikoj, më vjen shumë mirë që ka audiencë që s'kan lidhje fare as me Shqipërinë apo me Ballkanin, edhe kjo është një gjë shumë e mirë dhe sigurisht që anglishtja është gjuhë internacionale dhe kthehemi te arsyeja kryesore që kjo rrymë që unë bëj i rri shumë për shtatë dhe tingëllon aty shumë më mirë se çdo tingëllonte shqip apo italisht apo ku diun gjermanisht. Ndi më shumë afër shpirtërisht. Dhe me atë jam rrit. Kjo mendoj që luan një rol shumë të madh. Me atë estetikë muzikore, me atë gjuhë muzikore, me atë jam rrit dhe me atë më mësu vesh gjithë jetën. Edhe kjo mendoj që është arsye më fondamentale se gjitha tjerat. Ne e kuptoj. Ku do e merri emocionin më të madh, në një festival apo në një koncert solo? Ti ke prekur të dyja këto, kështu që një koncert solo, padyshim. Në koncert tënd, po. Është satisfaksioni më i madh. Po, është gjë më e dedikuar, është publik i dedikuar. Apo vetëm puna jote aty dhe. Jo për atë, jo, po është një tjetër energji. Domethënë festivali është një gjë shumë e bukur, një eksperiencë shumë e bukur padyshim. Por që koncertet po themi individuale ose me grupin ato kanë një tjetër ndjesi, tjetër energji. Më selektive, më për një artist këngët dhe materialet janë të pandashme dhe janë si gishtat e dorës. Kënga që ti do e veçoje, se ka një peshë aty brenda, ka një domethënie, ka një mesazh të fortë, është afër shpirtit tënd dhe ti e veçon e mban pak më afër zemrës. Themi se këto tirat nuk i mbajnë, por këtë e mban pak më afër. Me se cilën këngë kam një shumë e vështirë. Me se cilën këngë kam një histori qoftimen, qoftë hipotetike të trillume, qoftë të përjetume, edhe me gjitha kam kryer një proces. Asnjë këngë nuk është bë hajde shpejt se du me bëj këngë rock edhe po ulem po e bëj. Gjitha kanë kryer një proces shumë gjatë, edhe gjitha kanë ecë për shumë kohë aty, janë përpunu, janë prek prap, janë lënë prap trin, edhe me gjitha kam një lidhje me vërtet të gjatë në kohë, edhe gjitha kanë atë historinë e vet. Po kënga që është më personale imja edhe që është më e thjeshta ndonjëherë që mund të kem bë është Forevermore, është kënga e fundit të albumi i dytë Sweet Cruelty i Rule. Ajo është pas e Sweet Cruelty vet kënga ka një ndjesi sepse ka qenë single i parë që unë kam bë, ka qenë iniciatorja e gjithë Rule, ka qenë, domethënë ka gjithë këto asetet, këto kreditet ekstra. Por që Forevermore do jetë ai, mendoj që është ai. Diçka për publikun? Ai po kërkoja tani.
Unë them ta fusim si insert. Këngën bashkë. Është një këngë e qetë me piano, solo. Po të kisha një piano do ju a këndoja, por që jo, ajo është solo. Solo. Ajo është solo fare, kështu që. Okej. E kuptoj. Mirë, improvizim apo gjithçka e planifikuar? Gjithçka e planifikuar. Ti je me këto e dia përgjigjen, po kot. Domethënë, kam improvizuar në shumë situata në jetë, qoftë në punë, siç edhe ju do ju ketë rënë rasti plot herë, qoftë edhe duke e ditë që kjo situatë do jetë, po themi, improvizative. Por që jo, mua më pëlqen edhe kronometri të jetë eksakt. Je kështu perfeksionist, je natyrë perfeksionist. Model. Po. Me punë. Mos të doli do ti. Mos më doli do të një video do të them dëgjoj, sos më doli. Zot. Ka një moment për shembull që ti ke thënë sikur ta kisha bërë pak më mirë. Apo fal punës kjo nuk ka ndodhur. Jo, kjo ndodh çdo herë. Kjo, domethënë, edhe sikur vërtet ta kuptoj që është më e mira, prapë mendoj që mund ta bëja pak më mirë, edhe kjo mendoj që është ai nervi dhe ai motori që duhet ta ketë gjithmonë njeriu. Në momentin që arrin një objektiv ose në momentin që arrin një performancë të kërkume ose të aty ti kërkon diçka më tej asaj, nëse ti bie rahat me këtë, mendoj që merr plashka ti shpi leja atë punë. E bukur. Do të pyesja një bashkëpunim ëndrash me artistët shqiptar ti ke prekur më të mirët edhe nuk e din nëse mund të ketë. Unë nuk jam Unë nuk jam shumë tip bashkëpunues. Nuk është 70 vjeç që i ka prekur çift. Ka prekur emra shumë suksesshëm. Unë kam pas fatin me punu me. Mund ta them, mund ta përmendim. Padyshim kam pas fatin me punu me shumë si shte emra të... Dafina Zeshiri nuk besoj se mund të ketë një emër më të madh, gjithsesi, okay. Po, edhe pjesa tjetër që janë më afër rrymës që unë bëj, ose që kanë qenë një farë orientimi, ose që unë i kam ndjek gjithmonë me shumë qef, sepse kam pa tek ta diçka që më ka pëlqyer gjithmonë edhe më ka nxit akoma më tepër për me bë punë, po flas për shqiptar në këtë rast. Do përmend Elton Dedën, një nga shokët e mi shumë të mirë që bashkëpunojmë shumë shpesh edhe që është një nga ata që ka vendosur sa shtylla të forta në muzikën pop rock shqiptare. Do përmend Aleksandër Gjogën që është zëri për mua është në rang global edhe ndoshta mund të jetë nga më të mirët. Është padyshim një nga këngëtarët më të mirë që ka qëndruar në mbi tokë. Ja, pra kemi tilla raste të cilat e dëshmojnë që e duan gjithë brezat. Unë kam qenë në festival për ta performuar dhe unë shikoja atje që e donte brezi prindërve, i gjyshërve, brezi i adoleshentëve, të gjithë. Ja, pra kemi raste që dhe një muzikë e mirë i prek gjithë. Pikërisht. Kështu që edhe kemi pas rastin të jo vetëm punojmë, po të krijojmë misie, trime, të kemi historira, të kemi gjithë gjonat. Pastaj ndërkombëtar nuk e di, nuk jam shumë tip bashkëpunimesh. Nuk e di pse. Sigurisht kam edhe unë ato idhujt e mi që i kam ndjek edhe që vazhdoj t'i ndjek. Do isha kurioz. Renis Gjokën harrove më duket. Se ke bërë një bashkëpunim edhe me atë. Po, edhe me Renisin kam bashkëpunu, kemi bashkëpunu në shumë projekte, jo në një. Kam bashkëpunu me plot shok. Kastro është tepër interesant që kemi bë bashkëpunime shumë interesante, shumë të frytshme, të lezetshme. Domethënë janë shumë. Pastaj internacional nuk e di. Metallica janë arsyeja që unë merrem me muzikë. Okej. Po. Bon Jovi, banda të tilla që unë kam pas fatin edhe t'i prek pak nga më afër se sa thjesht t'i shoh live. I ke prek nga afër në ç'kuptim? Sa afër? I kam prek nga afër. Unë me kitaristin e Bon Jovit, me Phil X, performoj që kemi bë mini ture në për Europë. Ka 10 vjet tashmë, e kam shumë shok, konsultohem për çdo gjë. Edhe ky është një, domethënë, u gjenda i përgatitur në momentin e dur. Kjo është gjë më e rëndësishme në punë. Ka një gjë kështu ekzistenciale, domethënë si ja bën ti me gjithë të potencial kapaciteti që ke në tru, dhe je shumë i veçantë, je
je shumë i veçantë në llojin tënd, në mënyrën se si e do muzikën, e përzgjedh, je shumë selektiv dhe bën muzikën mbi të gjitha. Se tek rryma muzikore ku ti gjendesh, jo të gjithë janë aty. Ti nuk e për shumicën. Ti je për kualitetin, je për cilësinë, je për standardin, je për nivelin, je për një gjë shumë special, shumë të veçantë. Dhe si e bën ti tani që jeton në këtë Shqipëri, dhe ndërkohë me shpirt me mendje je në Hollywood ose je tek ata emrat e mëdhenj që sapo përmendë. Është pak ekzistenciale kjo. Kërkon fuqi, shpirtërore të brendshme. Është e vështirë do prisja shumë herë të duket vetja kështu sikur po lufton me mullinë e erës, por që shumë herë të duket, po pastaj prap në fund ditës është e rëndësishme që secili të bëj atë të vetën. Domethënë kur mendoj që secili ka një përgjegjësi morale, sociale, profesionale për me bë të vetën. Domethënë gjithë duhet bëjmë më të mirën e mundshme tek ajo gjë e jon. Edhe nuk ka shumë lidhje rryma muzikës apo ku diun zhanri, ku diun se çfarë. Për mendimin tim ka rëndësi kualiteti, ka rëndësi t'jesh i sinqert, domethënë gjëja kryesore në punë, në kudo është sinqeriteti në gjën që bën. Nëse gjëja është e sinqert, qoftë një produkt, ku diun, kozmetik pa fuskot, qoftë në një lojë futbolli, qoftë në muzikë, qoftë kudo, nëse ti je i sinqert ajo gjëja që po bën, ajo gjithmonë do të përçohet tek tjetri. Tek 10 veta, te 10.000 veta, ky është mohabet tjetër. Ama te ai sa do ta dëgjojnë, do ta shohin, do arrish ta përçosh atë. Unë e kuptoj atë modestin tënde, këtë mënyrën humble që ke ti që të jesh përpara këtyre që bëjmë një shumë brumë për të qenë këtu flas në Shqipëri, e thon troç. Por nga ana tjetër, mendoj që vështirësia për të përballur me këtë lloj realiteti e bën ndonjëherë konfuzion situatën tënde. Apo ti nuk merresh fare me pjesën ndërmuese të shoqërisë shqiptare dhe thua, hajt mos të bëjmë çfarë duam këta. Kështu një pyetje e drejtë për drejtë. Ti vetë si profesionist, si artist, si këngëtar, si një njerëz që pedanti asaj gjëje që bën, nuk ke një dëshirë të brendshme që pse të mos influencoj se shikon. Në të vërtetë, me muzika, ata që thuaj është shprehje që për gjithë ata që dëgjojnë muzikë, çfarë lloj muzike dëgjojnë, flasin jashtëzakonisht shumë. Pra, nëse unë dëgjoj një muzikë të rrymë, po themi komerciale, që janë këto se tipi reggaeton, futja. Reggaeton. Kjo më tregon për karakterin tim, kjo flet për mua, muzika flet për mua. E njëjta gjë është edhe për rastin tënd, edhe për shumë të tjerë. Si e bën ti tani këtë rast, sepse një influencë ti e ke, ndikimin tënd patjetër që do ta lësh apo nuk merresh me këtë pjesë. Tash sigurisht që ke atë parimin tënd, ke zgjedhur parimin tënd dhe nuk kjo zgjedh 3 artistë mëdhenj famoz në Shqipëri dhe vetëm me këta bën. Ke ndier ndonjëherë për shembull ndonjë natë të brendshëm, që kur thua që kur shikon ndonjë shifër të majme që merret, përfitohet dhe që përfitohet, kjo është fakt, në fakt nuk është konspirative. Po, e di, po nuk mendoj, domethënë është për mua është krejt gjë tjetër ajo, domethënë nuk janë dy njerëz ose dy artistë ose dy profile të ndryshme që bëjnë muzikë, po mendoj që nuk e di, në fakt qasje ndaj kësaj nuk është se kam indiferente ose po thjesht kam pas një qetësi me këtë pjesë që në start, sepse kam kuptuar që dikush që nuk di as shkruaj as lexoj kur s'do pëlqej muzikën time. Dikush që ku di unë s'ka pa një film bukur, s'ka pa një gjë të bukur, s'ka pas një s'ka botë artistike, po. Sepse kjo ndodh në çdo fushë, kjo ndodh në televizion, ndodh në pikturë, ndodh në shkrimtar, ndodh në kudo, e kupton? Në çdo fushë, po. Edhe nuk kam pas ndonjë kështu me këtë pjesë. Unë sigurisht që kam qenë shumë radikal tek ajo e imja, nuk e di pse, nuk më ka shty njeri për me qenë kështu. Sigurisht ndikimin nga familja e kam pas, s'po them pasiv, po e kam pas thjesht, kanë qenë aty, po nuk kam pas ndonjë shtytje të madhe që unë të fokusohesha patjetër këtu dhe në këtë formë. Edhe ndjej veten ndonjëherë që jam shumë i ngurt për të marrë
inpute nga jashtë, por që zgjedhje individuale, e ke zgjedhur. Mendoj është parim. Këtë e kam thënë shumë herë dhe aty më dole. Domethënë mendoj që çdo njeri zgjedh se çfarë do të bëj në këtë gjë. Okej, muzikë mund të bëjmë të tre, secili zgjedh, dikush zgjedh këtë mënyrë, dikush zgjedh këtë tjetrën, dikush zgjedh un kam zgjedh këtë formë, kam zgjedh të bëj këtë që unë di të bëj më mirë, kam zgjedh një rrugë, po themi, të pastër, një proces të pastër, një sinqeritet në gjërat që bëj. Edhe me thënë të drejtën, e ka një impakt edhe njerëzit këtë gjë e shquajnë në çdo rast. Ke zgjedhur, ti nuk e thua, por do ta themi ne, ke zgjedhur ti është profesional. Kjo është e gjitha. Kjo po i herë. Dhe cila do të jetë këshilla që do doje të jepje gjithë atyre të cilët ëndërrojnë, janë në hapat e parë, ëndërrojnë të jenë profesionistët e së ardhmes. Unë këtë e them gjithmonë dhe do vazhdoj ta them dhe është vetëm një gjë që them që thjesht të jenë të sinqertë gjëja që bëjnë. Dutch hip hop, R&B, reggaeton, heavy metal, popullore, nuk ka rëndësi. Thjesht të bëhet gjëja e pastër me sinqeritet, edhe aty pastaj çado qoftë ajo depërtonte njerëzit, edhe aty pastaj fillon krijohet ai interaksioni, aty fillon krijon një profil të qartë tëndin, aty fillon gjen edhe ti veten, sepse materialet që ti vetë ke bë kanë qenë të sinqerta. Nuk dëgjon një këngë tënde që ka 10 vjet edhe thosh ç'a kam bë kështu. Ndërkohë që Gjergj, për sa i përket se ne jemi showbiz, jetës tënde private, ti ke ndarë ato momente të cilat ke menduar se janë për t'u ndarë. Ardhjen e djalit tënd në jetë, domethënë janë disa momente që ti ke treguar, nuk se treguar hermetik fare. Jo, s'jam treguar hermetik, por arsyeja që un kam dalë këtë gjën për herë të parë ka qenë sepse u zgjova një ditë të bukur, edhe më kishin çuar një link në WhatsApp, se unë edhe në Instagram hyj kur kujtohem me hy, se nuk kam kështu notification a gjëra. Edhe më kishin çuar një link që ishte që unë isha bërë baba dhe kjo kishte ndodhur në një formë diçka e tillë që ishte kutjon nga nejse më. Ishte sajuar, po themi. Që gjëja vetvete ishte e vërtet, po ishte forma se si ishte, ishte shumë e çuditshme dhe ndjeva një lloj kështu detyrimi, jo moral, detyrim, si më thon, sforcim për ta nda unë që mos ishte i gjë, po themi që po e ndan dikush tjetër që s'ka. Si lajmi i deformum, ishte një situatë kot aty që s'kishte ndodh, po që s'po e kujtoj me thënë drejtën. Edhe kjo ka qenë. Pastaj pjesa tjetër që unë ndaj ndonjëherë në një foto, në një gjë. Nuk është se kam një qasje kështu, nuk di çfarë kam me atë Instagramin tim. Por që thjesht ndonjëherë postoj një gjë. Ose gjërat papërshtatshme që pastaj marr në telefonat që pse e ke hedh këtë? Nga kushtu vjen telefonata? Nga Tejti, sigurisht. Kështu që nga kjo ndodh se ti nuk je natyrë Instagrami, nuk je e rrjeteve sociale. Nuk kam ndonjë lidhje dhe si më thënë nuk i kam pas pjesë esenciale në rritje, edhe ndoshta nuk e krijoj dot më tani atë lidhjen. Të bëj edhe një pyetje kështu, si të ka ndryshuar prindërimi? Nuk më ka ndryshuar shumë, unë kam qenë përveç gjithë kaosit të jetës, prap kam pas një sistem në çdo gjë që kam bërë dhe një rregull dhe një gjë, dhe nuk është se më ka cënuar ose më ka me disiplinë. Me disiplinë, po, kam pas sigurisht, domethënë kam pas dy jetë paralele gjithmonë. Shumë i disiplinuar dhe kaos total. Kështu që gjithmonë e kam gjetë balancën mes këtyre edhe vazhdoj ta gjej. Është përgjegjësi e madhe të jesh prind në këto kohë, sidomos në kohë moderne, me muzikën që bën. Dhe ta rrisësh pa iPad. Dhe ta rrisësh pa iPad, ta rrisësh pa telefon kurrë. Në botën digjitale kjo është, mund të them, sfida më e madhe që unë edhe Teddy po përjetojmë. Por që është shumë bukur. Po. Domethënë po me këtë rast po rikthehem edhe unë te natyra dhe te lojrat në natyrë dhe te gjërat.
Po që kështu. Kjo është gjë kryesore, edhe kush nuk është bërë akoma, flini gjumë sa të keni mundësi. Wow. Flini ta keni në xhep, domethënë, flini tepër. Tepër që të këtej. Se do kujtoni këtë ditë. Nëse djali jot, mbas një dekade ose dhe më shumë, do të mundej të shikonte sot këtë intervistë. Çfarë do doje ti t'i thoje? Se ngelet për jetë në YouTube. Po, shumë bukur. Nuk e di, më shpresoj që ai të ndjeki ato që do ketë më shumë dëshirë me bë, ato që do ketë më shumë pasion, ato që do ketë më shumë vullnet me bë. Pastaj, momenti që ketë prirje për diçka, se po e kanalizoj shumë profesionale këtë pyetje, se di pse. Po, hajt po e mbaroj. Është okay. Momenti që do ketë prirje për diçka dhe edhe do i stimulohet pak edhe do ketë vullnet, aty mendoj që, si thash edhe më përpara, çdo kush e gjen pastaj atë rrugën. Se di çfarë do të bëj. Mendoj që djalli artistik do ekzistojë. Shiko, nga babi jot tek ty ka kaluar, mendon se do ka sa vjeç është? Ke bërë ndonjë? Bën dy për pak. Jo, nuk kam bërë ndonjë provë, me thënë drejtën, unë s'kam ndonjë dëshirë të madhe që ta orientoj në muzikë. Është herët. Jo për herët apo vonë, po unë vetë dëshirën më të madhe e kam pas në sport e gjithmonë, edhe orientimin dhe objektivin tim e kam pas aty. Pastaj po vinte një moment që pjesa muzikore po bëj shumë më konkrete, po filloja po punoja seriozisht, ndërkohë nga krau tjetër s'kishim as dushe, s'kishim, duhet shkonim shtëpi qull për të bërë dush. Edhe erdhi një moment që përveç shtysave që diku ishin ose diku mungonin, ishte edhe një moment që unë vetë duhet t'i jepja dikujt një farë drejtimi. Nuk kam një fiksim me muzikën, ta shtyj ose ta orientoj. Sigurisht që pse ai do ketë atë vullnetin e madhe dhe atë prirjen e madhe, edhe sikur unë mos të do ta gjej vetë rrugën direkt. Këtë mendoj. Po sigurisht aty do e ketë dhe muzikën, se do më shofi mu, do shofi vegla aty. E s'besoj që do rri pamsuca vegla aty. Po që mjafton të bëj atë çka ka qef me bë, edhe kjo mendoj që është gjëja më e rëndësishme për me qenë. Një babi shumë modern, edhe shumë i hapur. Faleminderit. Për ta ndër fëmijën të të zgjidh atë çfarë do ai në jetë. Po, patjetër. Shumë e rëndësishme. Kjo jo si mami ime dhe si babi im që gjëra bëj këtu, mos bëja. Unë mendoj që është një gjë që ka qenë edhe në deri në të paktën një brez para ose brindërve tan plus minus, sepse ku diun ndoshta mënyra se si ka qenë sistemi këtu gjithë gjonat, pjesa që ti duhet siguroj rrugën, duhet bëj gjërat edhe unë kam pas shumë qef edhe me bë kështu luthjer, si thohet. Jo marangos, po me u marr me instrumenta, zrukthari, gjona kam pas gjithmonë. Mu gjithmonë më zhdhëm për këto lloj gjëra, po flasi vogël, bëja gjona vetë, ndërtoja gjona me tulla, bëja punë mekanike, gjëra. Edhe tani jam shumë i dhënë mas këtyre gjonat, i ndërtoj vetë, i rregulloj vetë, domethënë nuk shkoj kurrë në servise motori, gjonash, kam shumë pjesa të po. Edhe mendoj që deri një brez para nuk mendoj që është konceptuar shumë kjo pjesa që okay, me që këtë ka qef, hajde një herë të më shumë kemi me këtë të sigurtën. Tash i mendoj që është pak më lirshëm. Ti mendon që pasioni të të ardhurat ka benefite? Po. I siguron të ardhurat të mira. Tash i thjesht apo vështirë, kjo është më tjetër. Kjo ka vend për diskutim, por kjo ka vend për shumë diskutim. Do i perifrazoj si. Unë po arri po jetoj me muzikë në këtë formë që unë kam zgjedhur me bë muzikë, edhe sigurisht që ndoshta shumë më e vështirë se me këtnu në klub 4 këngë playback. Por që kthehemi te ajo që unë këtë kam zgjedh. Edhe nuk mund të, si më thënë, nuk mund të ankohem, le të themi, sepse unë këtë kam zgjedh me bë. Nëse do kisha zgjedhur tjetrën. Okay, dhe ja ke dalë shumë mirë, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, ishte shumë e bukur realisht edhe morëm informacione të plota, një panoramik të plot. Nuk do të kërkoj një mesazh të fundit, sepse na ke dhënë mesazhe nga fillimi deri në fund, mesazhe me nga ato veni me montazhin fund edhe. Ishte shumë e bukur. Më shumë po bëradojmë kështu muzikë se sa sot.
Dhe në këtë botë që po shkon gjithnjë dhe më shumë drejt antivlerave, është fat dhe vlerë të kemi vlera të tilla. Dhe njerëz kaq profesional me këtë botë kaq shumë të pasur edhe faleminderit. Faleminderit realisht. Të tilla artistë na duhen gjithnjë dhe më shumë sot në skenën shqiptare. Ishte kënaqësi e madhe që të kishim sot. Edhe për mua. Suksese pafund. Faleminderit dhe ju miq. Do japim fund të intervistës që kemi shuar pafund, pa mazë, dhe kemi mundësinë që të ritakojmë sërish bashkë puntatën e ardhshme me një tjetër të ftuar i cili vjen dhe ulet në tryezën tonë. Mbani frymën. Shihemi. Natën e mirë. Natën.